mbrëma. Unë gjithmonë e them Jona që nëse do ishte diçka që gjëja më e rëndësishme që fëmijët mund të merrnin nga mua, nuk do ishte as shkollimi, as çështje bukuria apo shëndeti dakord, sa ishte i pari, por unë do doja shumë që të dy vajzat e mia të kishin aftësinë për të rimëkëmbur, sepse jeta është vetëm surpriza, ka surpriza pafund. Natyrisht fatlumët janë dy lloj fatlumësh, ato që nuk kanë surpriza shokuese fare dhe ata që fatlumë në një lloj mënyre kanë një forcë të brendshme që ja dalin, edhe pastaj e kanë si një kujtim të keq, por që nuk e përjetojnë shumë ose e harrojnë ose bllokojnë ose kthejnë në shaka. Njerëzit bëjnë shumë llogaritje në jetë, bëjnë shumë plane. E din se çfarë do bëjmë planet 5 vjeçare, siç thoi atëherë në komunizëm, e din se çfarë do ndodh në kokën e tyre mbas 10 vjetëve, 15, por nuk e din se papritur mund të ketë një tërmet, papritur mund të marri zjarr shtëpia, një rrëmbim, diçka gjëra që kanë ndodhur të gjitha dhe vazhdojnë ndodhin. Me këto gjëra ne nuk duhet jetojmë, apo jo? Me këtë frikë. Por nga ana tjetër ajo është e rëndësishme që u ballafaqove të ndodhi çfarë bën ti pastaj. Dhe ky është në një lloj mënyre edhe thelbi i këtij programit. Çfarë bën ti me traumën që ballafaqohesh me atë të papriturën që të ndryshon jetën. Dhe ka shkruar shumë bukur, edhe Lona në një nga historitë ishte 2 jetë. Kishte një jetë, fillon një jetë tjetër, krejt papritur, ora 9 e mëngjesit, merr zjarr flak shtëpia, gjithçka ikën. Kjo që përshkrove ti Dalin është edhe quhet post-traumatic growth ose të rritesh pas traumës. Edhe është një nga aftësitë që ne fitojmë vetëm kur kalojmë dhimbjen, edhe siç shpjegohet ndryshe, është kushti që ti kalon përmes dhimbjes, jo anash apo ta ndjesh në largësi, në distancë nga vetja, por është që ta përjetosh plotësisht që prej saj ti të ngrihesh. Është një jetë e dytë. Më pëlqen edhe një profesor në një universitet në Amerikë, David Brock, edhe ai thotë në një libër mali i dytë, dhe mali i parë që ti ke synim të ngrihesh, por pastaj ka dhe një mal të dytë, sepse vjen pikërisht në këtë ngjarje që ti nuk i pret ndodhin, po duhet të ngrihesh në një formë tjetër. Më bën të gjithmonë të lidhem me atë se si ne e fitojmë këtë aftësi vetëm kur jemi në proces. Pa, e fitojmë të gjitha aftësia, po kjo është pastaj diçka tjetër. Nga mënyra se si ne shikojmë se si e përpunojmë dhimbjen, t'ja njohësh mekanizmin dhimbjes. Ndonjëherë ne mund ta lidhim me idenë që si përjetoj dhimbjat e dikush, ashtu duhet ta përjetoj unë. Dhe ky është kurthi më i madh që ne fillojmë të ndërtojmë, sepse e shikojmë vetëm në proces të jashtëm dhe mendojmë se ajo dhimbje e dukshme ashtu duhet të jetë edhe tek ne e shfaqur. Po momentin që përjetohet dhe ti e lejon të jetë një lloj prekje, edhe fundi, edhe dhimbja me fort që është, po mënyra se si ti ngrin veten pas kësaj, pra mbi bazën e dhimbjes, është një proces që vetëm aty e kupton nëse e kemi apo jo. Do të bëj edhe një pyetje, po ta bëj çik më vonë që të futemi direkt tek historitë që ka lidhje me traumat e fëmijërisë dhe pastaj nëse ndodhin gjëra të tilla, ndikon fakti që ke kaluar dhe trauma të tjera dhe ai lidh dot ndryshe nga një person që nuk ka pasur trauma dhe papritur përballet, se mund të jetë për atë i vështirë. Ajo nuk i di edhe asnjëherë, janë ca kombinime të çuditshme. Po, pyetje e bukur. Edhe kjo. Po, kështu që do ta ma kujto. Nëse s'ma kujton ti, i futemi brenda historive, ma kujtoi Ilona që ta diskutoj. Në fakt sot kemi 2 histori, janë 2 histori të 2 shokeve, 2 traumave. Një është shumë identifikuese me Shqipërinë dhe me një vend emigracioni, siç është deportimi, ekspulsi, ndryshe, sepse unë këtë e zgjodha dhe kërkova që ta kisha si histori, sepse ka dërguar shumë veta gjatë gjithë kohës me Anabel kryesisht. Më kanë shkruar shumë histori ekspulsi dhe unë nuk e kuptoja sepse nuk e kam pasur këtë eksperiencë, por ka qenë një shokuese për shumë njerëz sepse ka ndërtuar jetë. Madje me 4 vite para presidencën e parë të Donald Trumpit, filloi deportimi dhe mbaj mend që ka qenë një familje shqiptare që u nda, nuk kthye ëmën në Tropoj. Mbas 20 e ca vjetëve, 30 viteve, sepse ishte atje në Zez që punonte në Amerikë, dhe u kthye në Tropoj dhe ishte shokuese, ajo nuk dinte më se çfarë bëj këtu dhe kishte ndërtuar një jetë atje. Kurse historia tjetër, që është historia e parë, është historia e Manjolës, 32 vjeç, e cila vetëm 4 ditë më parë, është një histori e freskët fatkeqësisht, ka humbur shtëpinë nga zjarri në Vloçish të Maliqit. Ishte në orën 1 të natës, flinte vetëm me djalin 13 vjeçar sepse bashkëshortin e ka jashtë si emigrant me punë sezonale. Fillimisht ai mendoi se kishte hyrë ai tut, por kuptoi se shtëpia po digjej. Arriti të nxirrte djalin nga flakët, ndërsa familja humbi gjithçka. Dhe kjo e zjarri në fakt është shumë aktuale sepse para disa ditësh
para 2-3 javësh, nuk e di, ne shinim pamjet e trishta të banorëve që po vëzhgonin, ishin dëshmitar të pallatit tyre që digjej këtu në Tiranë. Edhe unë ndërkohë që i shih ato pamje, mendoja shtëpinë time, mendoja gjithë kujtimet që ke, gjithë fotot, gjithë po rroba, po çanta, po çdo gjë që ke ndërtuar, ke sakrifikuar, je dersitur dhe ne japim shumë për shtëpinë tonë, sakrifikohem të paktën në Shqipëri. Përqindje e vogël kanë shtëpi të dyta, shtëpi të treta, po ne kryesisht tek ajo shtëpia hedhim gjithë lekët, gjithë jetën tonë. E kemi shumë të shenjtë edhe pa pritur ajo zhduket edhe i humb kuptimi. Po mund të jetë edhe një gjë e mirë nga kjo, nuk e di. Të shoket edhe të mësojnë sa gjëra ndoshta. Gjithsesi, Manjola është ende, nuk e di nëse është ende në shok. Disa nga mesazhet më të bukura që marrin në të atyre grave që më shkruajnë se si ky program i ka hapur syt, se si e gjejnë veten jo vetëm në një, por në disa histori dhe se si janë ndjerë shumë më mirë duke marrë një terapi falas nga jona dhe nga diskutimet, nga historitë e njerëzve që na vinë këtu. Dhe unë jam shumë falenderuese dhe do doja shumë që ky program të zgjaste në kohë me ose pa mua, por do doja shumë që ky program të ishte një pjesë, një enciklopedi, një libër, një si thua një koleksion terapie falas për tema nga më të ndryshme, që nëse s'ju kanë prekur sot, mund t'ju ndodhin dhe ja ku do ta gjeni veten te ky program. Ndaj, kërkoj mbështetjen tuaj, është një mbështetje shumë e thjeshtë, mjafton të na bëni subscribe, keni një buton në fund të videos të zi ku mund të shtypni subscribe ose sipër në faqen kryesore të kanalit të Andales. Faleminderit. Manjola, si je, sepse kjo ngjarje ka ndodhur para 4 ditësh. E traumatizuar jam. Ku je tani, ku po jeton? Tani për fat të mirë kam babin afër. Dhe rreguar këtu derisa nuk e di bashkia ose diçka tjetër që mund të mbri të na japi një zgjidhje. Më thuaj pak për Që atë të natë. kemi diçka ku të jetojmë. Ajo natë është nuk e di, më e tmerrshmja e jetës time. Jo vetëm e imja, po edhe e djalit që do mbahet mend në memorien e tij ashtu. Ka qenë ditë e premte në darkë. Kemi rënë gjumë. I djuar pasaj pas një zhurme të tmerrshme, kujtova se duke ditur se jetojmë në një fshat, mos kam hyrë në një kafsh ose hajdut që ndoshta mund të remonte në koshat e plerave ose por jo, zhurma ishte akoma shumë më e madhe dhe kërciste lart në shtëpisë time. Dal e frikësuar se isha vetëm unë dhe djalin do desha në pi, e frikësuar se mund të ishte ndonjë hajdut dhe thash ku i diet. Pastaj kur dal në balkoni jashtë, po që një dritë depërtonte në muri i babit tim, një shtëpia e babit. Ngrej syt nga qelli, shikoj qatin, ajo ishte përfshin nga flakët e zjarit. Me vrap, nxjerr djalin, ka marrë vetëm telefonin që mund të telefonoja ziksen, dhe kaq. Gjithçka u shkumbua, u bë zero. Djali im është 13 vjeç, po, ka bërë një operim në këmbë, ka bërë vide. Në mars ka operimin tjetër. Edhe nuk lëvizte që do të mundet t'i peqi ato. Jo, absolutisht. Si ishte situata flakëve kur dole? Ishte rrethuar shtëpinë apo po zdigjej në një zonë, çfarë po ndodhte? Ishte në një zonë, në një pjesë e qatis, ishte përfshirë automatikisht. Pastaj ka qenë gati 10 minuta që ka mbaruar gjithçka komplet. Kështu që paprit të dalë shpejt sepse e merr domethënë filloi zjarri dhe nuk dalon. Biles rrezikoheshin dhe familjet që ishin aty umblot, e gjithë lagja, por nuk kishim çfarë t'i bënim më. Zjarfica po thuaj se ka erdhur gati 20 minuta me vonesë. Sa larg jeni ju nga Korça? 5 minuta ndoshta. A jeni afër? Po ç'a ndodhi në shtëpi? Pse u doq? E morët vesh? Nga ekspertiza, mendohet se mund të ketë qenë qarku i dritave, këto kabullat elektrike. Atë shtëpi e keni të ndërtuar ju apo e keni bler ashtu? E keni ndërtuar vet? Jo, ka qenë ndërtuar, po me kursimet e të motshme, siç i ka ndërtuar, se ishte shtëpi e vjetër. Sa vite kishte? Nuk është se ishte ndërtuar tani. Unë personalisht kisha, të them të drejtën, gati 15 vjet. Para se lindje djalin aty. Djali atë shtëpinje. Po. Aty të gjitha kujtimet, librat, që nuk mundi t'i merrte dot. Gjithçka. Po, u fshi gjithçka. Nuk arritët dot të shpëtoni atë. Gjithçka.
Jo, vetëm me bizamat që u ngritëm nga gjumi. Kaq djalin. Pa rëndësishme është jeta njëherë. Tani këtë shtëpinë, vërtet e keni marrë të vjetër, po e ke bler ti me bashkëshortin, pra ju keni investuar te kjo shtëpi. Jo. Kemi investuar, domethënë me punën që bëjmë andej këtej, që në aty, është ndërtuar aty. E ka ndërtuar Vjeri. Po ju keni investuar, shkon edhe ti jashtë, shkon edhe bashkëshorti. Po, e bëjmë me radhë, domethënë një sezon ai, 3 muaj ai, 3 muaj unë, kështu. Bashkëshorti arriti të vinte më vonë, erdhi? Erdhi se nuk mundesha dot të përballoja gjitha të traumë. Kisha merakun e djalit. Po djali si është? Nuk arrin dot, domethënë gjumin ta bëj rehat natë. Shkon në shtëpia dhe kthehet, mami thot, po ne kur do i bëjmë shtëpinë prap. Ku do e kem dhomën time? Po djali ishte duke fjetur në atë moment. Pra ka të imazhin që u quaj trembur. I tmeruar nga zhurma që kërciste në tavan. Dhe e fundit e flakëve, pasaj e policisë aty e zjarfikses. Është, nuk e di, trauma vete që do t'i ngelet gjithë jetën. Kam këtu në histori që ke rrëfyer Elonës që thua se eksperti tha që ishte shumë e rrallë që ju keni shpëtuar nga zjarri, që është një lajm shumë i mirë, pra shqyr që ju ka ndjekur fati, duke qenë se zjarri ishte në çati dhe ishte orë gjumi, shumë njerëz vërtet janë ndjekur në gjumë, edhe çatia mund të bite direkt mbi ty. Kështu që ju vërtet keni shpëtuar dhe kjo është fat i madh. Jam shumë falënderuese Zotit për këtë gjë. Ndoshta ishte një sinjal nga ai që mund të zgjohesha dhe të dilja. E ndoqe me sy gjithë shkrumbimin e shtëpisë? Gjithçka. Fjeta atë natë? Jo. Dynet me radhë, jo. Qa mendojnë atë momente? Nëse mund ta kujtosh? Kur shije zjarri, kur shije shtëpinë? Çfarë mendoja? Gjela jashtë. Çfarë mund të mendoja tjetër? Miku i gjithë mundimi, gjithë sakrifica e hedhur atje. Gjithçka, nuk e di, kujtimet, gjithë ato lek, ato sakrifica, ato mundime, mi kanë kot. Dhe ti shkove edhe të nesërmen, besoj që mos shpëtoje ndonjë gjë apo jo? Se besoj që është dhe ky Nuk ishte ngelur asgjë, më beso. Asgjë. Shkrumbehi. Asnjë gjë fare, asnjë lloj komplet, as edhe një gjë. Kështu që për momentin ti je me rrobat e trupit tek babai. Po. Ka mundur të vesh diçka të mamit. A ka pasur kështu mbështetje nga fshati, ke ndjer për kraje? Jo, për momentin asgjë. Jam shumë falënderuese gazetarit në qoftë se jeni Endri Axhi, që ai po bën shumë përpjekje për të më ndihmuar. Ka dërguar disa herë një person që ai e njeh për të na mbështetur, po nuk e di. Më duket si e kot. Po bën gati 3 ditë dhe bashkia të paktën një psikolog ose psikologe për djalin duhet të ma kishte mundësuar. Se kjo që më ndodhi më është fatkeqësi, mos i ndodh as edhe një njeriu. Nga dinja jote, a vendosen, a duhet vijë në dispozicion? E kanë për detyrë? Në qendrën shëndetësore ka psikolog, por nuk janë në funksion të emergjencave apo situatave të tilla. Prandaj edhe nuk mbulohen, por do ishte patjetër një gjë e rëndësishme në këtë moment, sepse ne po flasim 4 ditë përpara ka ndodhur si ngjarje, edhe është e vështirë dhe për ne ta pyesim Manjolën tani, sepse ndodh ajo që quhet detraumatizim, pra e dërgon edhe një herë tek situata, duke ja vështirësuar, edhe një herë pra ajo ripërjeton në këtë moment që flet, edhe prandaj ka atë vështirësinë. Është duke u interesuar për djalin, po patjetër që edhe vet kanë përshtypjen ka një ngarkesë shumë të madhe për atë që ka kaluar. Unë nuk dua të pyes më shumë detaje sepse Dalina e pyete, po na fal Manjola, se unë kam çik atë të gazetarit, duke kështu si më e pamëshirshme, por është në funksion të për të bërë këtë pyetje, ti ke të drejtë sepse sa është në traumë e sipër, por për të kuptuar dhe situatën edhe për njerëzit, un kam këtë detyrimin ndaj publikut, por është e vërtetë që është në traumë tash Manjola dhe të zgjohesh pa shpinë, po. Se nuk besoj, Manjola, nuk besoj që ti e ke siguruar shtëpinë. Jo. Presim, është në proces të një certifikate, e kemi nxjerr diku 3-4 muaj më parë, po duhet të jetë Vjeri që ta treqi aty, s'ka dalë akoma. Po. Në këtë pikë ne na vlen vetëm të nxjerrim çfarë ka ndodhur si, domethënë nga
duke e marrë si ngjarje pak të shkëputur, nuk do të përfshihem shumë tek detajet, vetëm për ta mbrojtur atë, patjetër që mund të shërbejë dhe si një lloj thirrje për rastet e ngjashme, për të ndihmuar ose ku mundet institucionet të shkojnë dhe ta ndihmojnë, sepse ka nevojë shumë, por çështja është që momenti i përballimit, si ajo e ka parë dhe ka përjetuar të ngjarje, unë kuptoj që e para ti kur je në një situatë të tillë, je vetë në shok. Dhe trupi jot mund të marrë reagimin instinktiv, siç e kemi përmendur shumë herë në këtë emision, që është ajo e ngrirjes. Pra kur frika ose kërcënimi është shumë i madh, trupi jot mund të bllokohet. Ajo që ka ndodhur me Lindën është që ajo ka filluar të reagoj nga ndoshta instinkti tjetër që është i nënës për të mbrojtur fëmijën. Dhe do ta kaloj pak edhe tek fëmia, se sa rëndësishme është, pavarësisht ai ndodhi një moment shumë të vështirë psikologjik të asaj që ka kaluar, por momenti që si ky fëmijë e ka parë nënën e tij të reagoj, është shumë domethënëse për anën e tij të anës mbrojtëse, pra se si e shikon të mbrohet një moment ku ka vështirësi dhe vetë fizike të lëviz. Dhe do të them Lindës që kjo situatë e ka ndihmuar shumë, domethënë djalin e saj, vetëm fakti se si ka reaguar për shkak të instinktit të saj mëmësor, të mbrojtjes, sepse ne si fëmijë marrim sjelljet e prindit në mënyrë automatike na duket si tonat. Sidomos kur jemi fëmijë të vegjël. Pra, çdo sjellje se si reagon prindi në situata stresuese na duket sikur është sjellja jon. Dhe momenti se si Majlinda ka reaguar, i ka bër Manjola, se si ka reaguar, i ka bër të ditur këtij fëmie një moment që do ta mbaj mend gjithmonë. Pra, mbrojtja në një situatë shumë të vështirë. Përveç se të tregoj se si reagon në momente krize kaq fuqishëm, pra të vetëdijsohesh që ke diçka për të mbrojtur. Përveç i shoku e ka është dhe një si lajm i mirë që ka një është një imazh që do të mbetet gjatë në Manjola dëgjon? Po. Po, se dëgjoj. E të ndihmon edhe të dëgjosh edhe këtë pjesë në mungesë të një psikologi. psikologi. Po, që është diçka, siç po thotë edhe Jona, që ai do të ketë gjithmonë kujtimin e nënës që e mbrojti, që është diçka që do ta ngrohë gjithmonë. Pra përtej shokut të zjarrit, po. Ajo momenti që ti e more, e nxore nga krevati, e mbajte në krah, edhe ai me këmbën e thyer, dese për të, ai është një kujtim shumë pozitiv, thot Jona, që do ta ketë gjithmonë, do të jap forcë. Po, edhe ai vet, më thoshte atë natë, domethënë ditën e nesërme. Mami, kur e shpëra që të flinte, kishte frikë të flinte vetë. Mami, ti më shpëtove mua, më puthte duart. Mami, ti je heroina ime, ti më shpëtove jetën mua. Po kjo është diçka që ai do ta vlerësoj, është e ka përjetuar goxha shumë. Është një gjë e çmuar që ta ketë gjithmonë. Po, Jona, më fal. Jo, është ky një moment shumë i rëndësishëm që ka ndodhur, dhe tjetra është që ne si prind dhe si adult përpiqemi të tregojmë ndoshta në një formë ose bijem shumë poshtë kur na ndodh një moment i vështirë dhe e shfaqim para fëmijëve, ose përpiqemi ta mbajmë veten me zor, të fortë para tyre. Po nuk është kjo çështja, mendoj se ti të marrësh kohën tënde si prind, pra të kalosh dhe ti procesin, se është ky një proces humbje, dhe pse nuk është e barazvlefshme si vdekja, por shumë psikologë thonë që këto momente janë ndonjëherë, nuk mund të themi më të vështira, po janë të vështira po aq sa vdekjet, sepse nuk ka një ritual të mbylljes, që ti e qan edhe e përmbyll, si thua, dhe e di që ka humbur, por ngelet i pa vlerësuar, sidomos nga ana shoqërore. Ne nuk na ngushëllojnë në të njëjtën formë siç ndodh me humbjet e vërteta, me humbjet njerëzore flas. Prandaj dhe ky moment është i vështirë, po është i vështirë për atë si nën, për ata që ka ndodhur, por ne që jemi të jashtëm nuk jemi aq në kohezion me atë që ndodh atyre emocionalisht, pra janë vetëm, dhe gjithë kjo dhimbje që përjetuar vetëm ndihet shumë e madhe dhe e rrezikshme, pra është një lloj kundërshtimi. Ana atyre psikologjike është në luftë tashmë, po ana sociale nuk është dhe aq mbështetëse. Dhe është kjo përplasje që për ta ndihet shumë e vetmuar. Ajo që doja të thoja ishte që ta lejosh veten tënde që të kalosh dhe ti procesin e këtij momenti të humbjes, sepse fëmia jo do ta shikoj që ti mbi këtë bashkë me partnerin do keni ndoshta një plan tjetër që nuk e heq ato që ndodhi, por
mund të ndodhë diçka ndoshta që do ndryshoj trajektorin e jetës tuaj. Nuk e di, mund të jetë herët akoma për të folur për këtë. Por do të them që lejimi i vetes në dhimbje, nuk e di si sillesh për shembull aktualisht në shtëpi, si është atmosfera aty brenda. Mund ta japësh ndoshta për këtë pak më shumë detaje. Jo, mundohem të shpije djalin prapë në atë rutinën e tij të shkollës. Të shkoj atje me shokët, pavarësisht se librat nuk është se i ka të gjitha, me ndihmën e shokëve ka arritur të marrë disa. Dua që të heqi mendjen, ta largoj atë të hyjë atë shoqërinë që kishte në jetesën e parshme që kishte. Nuk dua që ta ketë këtë përjetimin që ka në tru, ndoshta i largohet pak nga pak. Patjetër më pëlqente nëse për ty do ishte okay të flisja me fëmijën në moment tjetër. Manjola, doja ta dëgjoja dhe atë. Po dëgjoj. Është okay. Jona po thotë që jashtë programit, Jona kishte dëshirë që të ndihmonte dhe të fliste me djalin, nëse ti ke dëshirë. Që mund të bëj një telefonat me të dhe mund të atë pjesën e psikologës që mungon në fshatin tuaj apo në qytetin e Korçës që nuk ja kam vënë dispozicion, mund ta bëj Jona për çunin. Okej, do flas me çunin, nëse ai do të dëshiroj. Patjetër, pse jo? Ti po bën përpjekje, po e dërgon në shkollë, pra po përpiqesh ta normalizon situatën që po ndodh brenda shtëpisë, dhe kjo e bën që situata mos ndihet më në nivelin e frikës shumë të lartë, pra duke parë gjithmonë çfarë ndodhi, pse ndodhi, këto pyetjet. Kështu që më vjen mirë që ti po e bën këtë pjesën e përshtatës dhe rikthimit gradual, pa nga pak, si për fëmijën, po shpresoj edhe për ju. Jona, është një gjë interesante. Shumë faleminderit. Është një gjë interesante me ngjarje të tilla si djegja e shtëpisë, sepse kur të vdes dikush shumë i afërt, ke atë procesin e dhimbjes dhe nuk ke çfarë të bësh me atë gjë. Okej, të kalosh dhimbjen, ai ka ikur. Kurse ngjarje të tilla si djegja e shtëpisë kërkojnë punë, kërkojnë të gjesh zgjidhje, nuk ta tolerojnë edhe shokun shumë gjatë. Sepse duhet që të jetë truri shumë aktiv për t'i dhënë një zgjidhje. Kurse kur të vdes i rinj, larg qoftë fëmia të merr, po them nëna, motra, vllai, burri këto, e ke atë, është ajo faza jote, njerëzit e kuptojnë atë fazën tënde, mbesh ato rrobat e zeza, rrit ai cepi jot, mendon me këngë me kështu. Kurse këtu është çështje ekonomike në fund ditës, është çështje praktike që duhet të dalësh. Pra nuk të lë ta kalosh të qetë procesin e humbjes, por është dhe humbja dhe kjo. Po humbja është ajo se është pikërisht ajo zgjatimi i fjalisë që thot diçka që nuk kthehet më. Pra ajo shtëpi mund të ndërtohet, po nuk do kthehet siç ka qenë. Prandaj është pjesa e pranimit, të pranosh që ka ikur. Nuk e di ku doja ta çoja pak më herët pyetjen që kishe për shtëpitë që ndoshta kur fillojnë nga e para ose këto humbje mund të shkojnë, mund të linjë transformimi dhe i mirë, por patjetër që por ndonjëherë situata të tilla mund të bëjnë të ndryshosh komplet jetën tënde. Por kjo është në nivel mendimi optimist, ne duhet patjetër të veprojmë, siç po thoje, pra të mos qëndrosh edhe shumë kohë duke vajtuar sepse çfarë do bësh, duhet vazhdosh përpara. Dhe në këto kushte ta bën të vështirë që ti të përballesh edhe me emocionin, edhe me zgjidhjen. Po çështja tjetër që mendoj si bashkohet sa historie është edhe fakti i akumulimit të jo të traumave, por ndoshta të ngjarjeve të vështira, sepse ajo është vetëm, ka një fëmijë që duhet kujdeset, pra është një paqëndrueshmëri. Edhe kjo mund të krijojë edhe diçka tjetër që ne i themi akumulim të traumave, pra bëhet jo një traumë, po janë disa, dhe kur bëhet e tillë, do thotë që ti merr goditjet një pas njëshme, her pas here, dhe nuk e kohë të mjaftueshme rikuperimi, që të ndash njërën nga tjetra. Dhe është më e vështirë se të kalosh një ngjarje traumatike të vetme. Në këtë moment kuptoj që ka më shumë nevojë të ndihmohet në të dyja drejtimet, si psikologjikisht, po edhe nga ana tjetër, ku mundet të gjejë hapësira, sepse është një proces që vetëm ndihma mund të lehtësoj këtë moment. Tash Manjola atje, se ti edhe në një fshat, nuk e di unë, te ky fshati a ka mundësi atje për të marrë shtëpi me qira, si funksionon? Nuk ka mundësi këtu që të merresh me qira. Shtëpia e prindërve të tu është e madhe? E madhe, dy dhoma kuzhinë është ajo, se është shumë e madhe, po që këtu po e shty, nuk e di. Po sa vete jetoni tani aty? Këtu po mendojmë të jetoj. Po është mami, vllai, domethënë 6 veta. Vllai është i martuar? Jo, akoma beqar është. Gjysma të keqes. Po shohim pamjet Manjola të shtëpisë edhe po pas ka marrë fund komplet. Po është 0, në gradën 0.
Ajo duhet bërë nga fillimi komplet. Kjo është shokuse fare. Apo jo, Jona? S'ke asgjë, nuk ke asnjë këpuc. Ke bërë që zakonisht. Jo, absolutisht asgjë. Asgjë, kjo është djegur si me inat, por shiko, në këtë lloj djegje, Manjola, ti dhe djali jeni me fat edhe këtë mos e harro kur. Kështu që ai është lajmi i parë shumë i mirë i jetës tënde që shpëtove. I falenderoj Zotin çdo ditë që mund të paktën të shpëtoj djalin. Jona, a duhet të ketë një listë prioritetesh për momentin, Manjola? Ky diskutimi se çfarë mund të bëjmë, pra të japi pak drejtim, jo vetëm të jetë në zonën e lotëve, çfarë humba, por ky është proces dhe nuk mund ta shtym që të shkojë diku ku ajo nuk e ndjen. Mund ta ketë nevojë akoma të qaj për gjë që ka humbur. Edhe duke biseduar, po do ta thoja jo gjithmonë në prezencë të fëmijës, pra të mos krijohet ajo atmosfera aty brenda vetëm negative. Por shikoj do të vlerësoj dhe fakti që ti e the shpëtuan, por humbja ndihet sidoqoftë. Dhe do mbetet. Ka kaluar edhe vetëm 4 ditë. Është shumë herët. Do thënë këtë fundjavë. Po. Kur ne ishim në festë apo në shtëpi tona, Manjola ka kaluar të shok. Po. I doj shtëpia, kështu që është goxha e madhe. Manjola, ato që po thotë dhe Jona dhe që jam unë dakord që merr kohën tënde, pastaj është të gjërat praktike që duhet t'i zgjidh, qoftë me shtetin, qoftë me llogaritjet që duhet bëjnë kur ti bëjnë, që unë besoj që doja dal, është tragjike në një farë forme, sepse janë gjithë kujtimet e shtëpisë, por njerëzit që ka ndodhur e njëjta gjë, pastaj kanë marrë vetë dhe ndoshta ndonjëherë një shtëpi më e bukur, një diçka. Ne shumë shpejt lidhemi dhe përshtatemi me gjërat. Nuk arrim dot ta kuptojmë se ndoshta brenda një muaji një shtëpi e re bëhet vendi i ri. Absolutisht. Edhe lidhesh dhe pastaj kur largohesh nga shtëpia, të vjen aq keq sepse je lidhur tashmë me të, ka kaluar e vjetra. Prandaj the edhe më pëlqeu shumë ajo një jetë e dytë, pra do krijohet një jetë e dytë, duam po s'duam, nuk mundemi më të kthejmë atë që ka ndodhur për fat të keq, dhe pse shtëpia ka atë lidhjen emocionale të fortë, se nuk është vetëm një çati me kokat tona, po është edhe një kapsul kohore që ka brenda çdo kujtim, çdo gjë, un pash një karrike aty, edhe ajo vet karrika me person që kanë jetuar brenda se shtëpie ka një histori. Çdo gjë që na vjen ndërmend pasi e kemi humbur, do krijojë një efekt nostalgjie dhe dhimbje që nuk është më, por do kemi historinë e jetës ku pikat të tjera do bashkohen, edhe ajo shtëpia e re do bëhet vendi i ri, edhe i vjetër njëkohësisht. E çuditshme është ta shpej përshtatesh. Jam me qira tani se po bëj shtëpinë edhe u mësova te shtëpia. Do të vi keq kur ti s'kam shkuar fare, kam parë ç'a bëhet. Jo, është e çuditshme që si përshtatet, edhe mendoj që në thelbi, sidomos i këtyre traumave, thelbi në fund të ditës janë njerëzit. Domethënë kur ke njerëzit afër, është shumë e rëndësishme ajo. Është dhe ky një element i rëndësishëm që faleminderit që më kujtove, sepse ka një familje afër që po e mbështet. Po, është shumë thelbësore ajo. Domethënë ka shumë gjëra të mira përreth. Tani Manjola gjithmonë është në fazën se ne mund të flasim këtu nga Tirana, pa këtë dramë. Manjola gjithmonë mos harrojmë që është ditën e 4. Ne jemi çik të më të avancuar në atë çfarë ndodh, edhe duke ditur është mirë që çuni që bashkëshorti erdhi, çuni po vazhdon shkollën, rutinën, që ka një shtëpi, janë prindrit e saj që e presin. Kështu që Manjola avash do ta gjesh, edhe në rast se ndihesh sikur s'ke asnjë lloj ndihme, dhe kontakto dhe ne dhe mund të, ose Ilonën që mund, nuk e di dhe ne me forma tona, mund të bëjmë edhe ne një lloj thirrje, po besoj që edhe ti duhet ta vazhdosh luftën, qoftë edhe nëpërmjet ndihmës që ke atë nga gazetarët, për të marrë, sepse ne nuk jemi shtet aq social sa duhet jemi, por që në raste të tilla patjetër që ka një mundësi që mund të rregullojë nëse është praktike për ty, se nuk e di ndoshta mund të jetë më praktike të jetosh aty ku je tani. Po, dhe pastaj të hapen dhe rrugë të reja, Manjola, është e çuditshme si thash, jo vetëm përshtatja, po duke parë se ç'a ndodhi, ti di se ç'a të bësh më mirë. Po e rëndësishme është e para njerë që keni shpëtuar, dhe në rast se ke nevojë për çunin, Jona të ofrohet që të japi pak ndihmë dhe të flasim me të në telefon në rast se ai është dakord dhe gati. Dhe çfarëdo që ne mund të themi është ndihmuese, është edhe ajo, ndërkohë që flet mund të gjejë një lloj suporti që nuk është vetëm në këtë dhe po krijohet një empati rreth saj, por sidoqoftë është herët të jepet kohë edhe dhimbja. Jo, tash ajo të mbaroj fazën e vet është në gjithë të drejtat e Zotit për të qenë ashtu siç është edhe vjen. Po. Megjithatë fakti që edhe foli me ne sot edhe kështu, unë ndjej një grua të zgjuar që doja dalë. Është një Feniks do jesh, Manjola.
Shumë faleminderit. Falenderoj shumë edhe të uroj gjithë mirat, doja dalësh. Phoenix, thot historia e dytë, që këtë radhë ka lidhje me deportimin, më duke vetja si një Phoenix që mund të ringrihem shumë herë, thot. Jetën dhe martesën nuk kam pasur të lehtë. Kishte një bashkëshor bigjosçi, shkuan në Gjermani, pastaj u deportuan. Unë do të them shumë për historinë, se pas pak do të dëgjojmë historinë nga Nina, që është anonim, 36 vjeç, që tani është në Gjermani apo jo. Shiko, shumë e bukur ajo që the Jona, që është e çuditshme se sa shpejt përshtatemi ne me gjëra, me sende. Edhe është dhe ajo filozofia e Budës, se të jetosh sa më thjesht me sa më pak edhe të shijosh aq sa ke, sepse realisht jeton Edhe unë kam vënë veten her pas here në kondita të tilla ose kam qenë shumë e fokusuar tek diçka dhe mund të isha me tuta, me 2 paltuta, e kisha dollapin plot dhe isha me 2 paltuta sepse kisha fokusin te një gjë që doja, që kur shkruaja. Edhe thoja ua sa e çuditshme. Pastaj ti futesh në atë rutinën edhe hap del një reklam, del një gjë edhe të duhen 10 paltuta. Next thing you know. Por është vërtet sidomos me objekte, me sende, me njerëzit pastaj është më e vështirë dhe gjithmonë janë këto sinjalet se sa të rëndësishëm janë njerëzit në jetën tonë. Edhe dua gjithmonë të bëj një një fushatë të madhe që unë jam better alone, jam më mirë vetëm. Sa jo e shëndetshme është ajo gjëja, sa të rëndësishëm janë njerëzit, sa të rëndësishëm është të mbash marrëdhënie me njerëzit dhe të duash njerëzit. Dhe një nga këto gjërat është shikon ndonjëherë në Shqipëri dhe kjo familja, afërsia ndihmon. Se dhe kjo është e rëndësishme. Për t'ju kthyer asaj diskutimit fare, para se të kaloj tek historia e dytë e Expulsit, që është një histori që ka prekur shumë shqiptar, i thyer pyetjes së parë që kishte të bënte me traumat. Nëse ti nuk e pasur asnjëherë trauma në familjen tënde dhe pa pritur përballesh me një gjë të tillë, për shembull me djegjen e shtëpisë, me diçka të madhe, që një shok në jetë, e ke më të vështirë apo e ke më të lehtë ta kalosh? Të dhe ato që kanë pas trauma, ndoshta mund t'i dyfishojnë, mund t'i rikthehen prap, mund t'i rifilloj ankthi. Pra ç'a ndodh? Është një pyetje që nuk gjen vend në të gjitha rastet, domethënë edhe përgjigje që mund t'jap, por sidoqoftë pjesa e traumës kur ti je stërvitur, se nëse marrim traumën si një bllokim, se trauma është bllokim emocional, fizik, pra do thotë që tek jeta jote paraqitet një pengesë e madhe. Nëse flasim për vështirësitë që na rrisin, është diçka tjetër. Pra ti je përballur me një vështirësi, momentet traumatik, por më pas e ke zhvilluar atë moment, që do thotë je përshtatur, me atë që ne po flisim pak më herët, pra përshtatesh me vështirësinë, gjen mekanizmin e dhimbjes, fillon të dalësh prej saj, mund ta bëj më të thjesht përballen me vështirësitë e ardhshme apo momente traumatike të ardhshme, sepse brenda nesh zhvillohet ajo që quhet ndryshe rezistencë. Pra ti sa më shumë vështirësi kalon, tek ty zhvillohet një aftësi përballuese më e madhe dhe kalon tek faza tjetër akoma më shumë rritet rezistenca jote për të përballuar dhimbjen apo vështirësinë e situatës. Dhe kjo mund ta bëjë më të thjeshtë. Nëse një person është ruajtur shumë nga prindrit, nga shoqëria, i është zgjidhur çdo gjë në mënyrë të thjeshtë, atëherë nëse ai kalon një kolaps, që do thotë i humbet të gjitha, mund ta ketë më të vështirë sepse është pa mjete përballuese. Jo domosdo një person që kalon shumë vështirësi do thotë që e ka rritur rezistencën, sepse varet si ti e përballon, se si ti e quan këtë vështirësi. Unë i referohem gjithmonë librit të kuptimit, që është një libër shumë i bukur, i shkruar nga një person, një psikolog, i cili ka jetuar brenda kampeve dhe tregon se si në ato kampe ai gjeti pikërisht atë që thotë kuptime. Kampet e Holokaustit. Holokaustit, okay. Po. Dhe tregon se si brenda këtyre Viktor Frankl është psikologu dhe ai që ka shkruar librin, tregon se si brenda atij kampi ai gjeti kuptim. Pra gjatë ditëve që si jetonte, mënyrë se si trajtohesh edhe vendosi veten në një lloj dinjiteti, edhe pse ishte një kushtet ku nuk kishte dinjitet. Se thonte që njerëzit aty në ato vende vdiqën vetëm sepse nuk kishin kuptim. Jo nga kushtet, jo nga mënyra se si po trajtoheshin. Dhe ta kuptosh librin ose mënyrën se si ai e ka trajtuar dhe ka gjetur veten aty, është një mënyrë se si na mund ta marrim edhe ne për këto vështirësi që kalojmë. Përshtatemi dhe gjejmë kuptim edhe në gjëra të cilat duken të dhimbshme, por prej tyre ne kalojmë një transformim. Është një proces që ka kaluar, që i ka lejuar të shkojnë aty ku janë. Dhe ne zakonisht referohemi pikërisht këtyre momenteve të dhimbshme dhe i quajmë si krenari shpeshherë. Pa. Nina, edhe një herë 36 vjeç, rrëfen historinë e emigrimit në Gjermani me 2 fëmijë të vegjël dhe bashkëshortin bigjosçi. Jetua në kushte ekstreme dhe më pas u deportuan papritur nga policia gjermane.
Ajo kujton se unë ndjes si kriminale ndërsa shoqëroj në aeroport. Pastaj në Shqipëri kaloi vite ferri ekonomik dhe emocional, por sot, siç e përmenda pak më parë dhe siç ajo i thot vetes, është një Feniks dhe ja ka dalë. Nina, para se të shkojmë tek momenti i deportimit, më thuaj pak si arritët deri aty. Është histori e gjatë, domethënë që në fillim të historisë fillon me humbjen e shkollës së lartë, që ishte një nga ëndrat e mia më të mëdha. Aty ishte dështimi i parë, aty ishte zhgënjimi i parë nga jeta që thash kaq ishte. Pastaj shkova në Tiranë herën e dytë për të vazhduar një shkollë që nuk e doja, filozofin, e bëra vetëm për hir të familjes, print mamit, edhe ëndra me nota shumë të mira. Aty njofa dhe bashkëshortin tim atë vit, se punoja bashkë duke bërë shkollën. Isha gjithmonë ai njeriu energjik, ai njeriu që thosha që do t'ja dal, do kaloj, do bëhet, do zgjidhet, kisha ëndra të mëdha me pak fjalë. Gjërat nuk vajtën ashtu siç doja. Në vitin e dytë, në të njëjtën ditë që mora vesh do kaloja shkollën nga Tirana në Holland, mora vesh shtatzan dhe zgjodha që të mbaja fëmijën. Vazhdoi prapë atë një zhgënjim i rradhës. Bashorti ishte ai njeriu që merrte gjithmonë borxhe, nuk pagonte qëra në shtëpi, harxhonte lekët, punonte dhe prapë thoshte nuk kam lek, i kam harxuar, jeta shumë e shtrenjtë, etj. Më thënë është histori shumë e gjatë, më thënë me ulje dhe ngritje të paimagjinueshme. Bashorti luante bigjos, thua. Bashorti luante bigjos, me skedina, domethënë nuk i mbante parat. Ishte manipulator në mënyrë të frikshme që në sytë e çdo kujt jashtë ishte ai njeriu mirë, ai djali qetë, ai djali që të ndalonte, që të jepte liri, që të jepte kohë, të jepte hapësirë, mundësi etj. Por askush nuk e dinte brenda se si ishte gjëja në të vërtetë. Edhe mbas gjithë peripecive, sakrificave, linda djalin e parë, ditën që ka lindur djali i parë, me gjithë vllain e vet bën 12.000 euro borxhe, hapën një lokal kështu pik skedinash, e ke ide? Pa. Edhe për në të njëjtën ditë, domethënë, të dy e futën në borxh atë gjën që hapën, sa e kishin hapur, edhe unë aty domethënë nuk e dija, të lumturohesha që fëmia erdhi në jetë, apo të tmerrohesha që kisha përpara shumë borxhe për të larë, të cilat nuk ishin të mijat. Ishte shumë e vështirë, domethënë ishte fatale, thosha që si do ta kalojmë, si do ta zgjidhim. Vazhdoi jeta domethënë e vështirë. Herë shkoja në një qytet, herë në një qytet tjetër, herë shkoja diku për të punuar, herë vija, domethënë ishte gjitha gjëja ishte si një ndacak me rroba në krah gjatë gjithë kohës. Pastaj bëm një ndarje të parë në momentin që unë nuk po mundesha do të më me këtë pjesën e borxheve, se nuk kishim asnjëherë lek, nuk kishim asnjëherë diçka për të jetuar. Gjithmonë domethënë me sherrë, me debate, me situata etj. Nga ndarja e parë ndonjë një muaj e gjysmë me ndar. Po pastaj të merr ajo mentaliteti se me dy prindër të sëmurë, ku do vete, unë si do rri, si do t'ja dal me një fëmijë, kush do më marri mua me një fëmijë, isha ajo ideja, mentaliteti i Shqipërisë që ti nuk je më për askënd. Edhe mbas kësaj domethënë u riktheva përsëri dhe direkt pas rikthimit ra shtatzan. Nuk e din nëse ra shtatzan gabimisht, apo ishte qëllimi i tij që unë të ngulja këmbët e të thoshte që shiko se kjo nuk ikën më me dy fëmijë, sepse të dyja shtatzanit i kisha të padëshiruara, nuk ishte asnjë e planifikuar. Edhe prapë zgjodha që të mbaja fëmijën. Prapë nuk funksionoi, 10 ditë, 20 ditë para se të lindte djali i vogël, vendosa vetë që të largohesh. Ai ishte ajo vala e madhe që ikën kosovarët në Gjermani, që po bëhesh ajo emigrimi, domethënë në mënyrë të frikshme në 2015. Edhe vendosa që të i thash nëse ne nuk ikim në Gjermani tani, domethënë midis të dyve nuk do ketë më vazhdim, do marr djalin do ikë. Edhe unë nisa 20 ditë para se të lindjet, me fiks 20 ditë para se të lindja jam nisur në 2 qershor, kemi mbërritur atje në 4 dhe në datën 26 qershor në darkë unë kam lindur djalin. Me fugon 6 vëndësh, në latë dera kampit dhe aty kemi fjetur në tokë, në këto, domethënë dysheke që lihen në tokë, si në dysheket e ushtrisë. Edhe aty ishte një shok tjetër, një tmerr tjetër që thashë o Zot, ku do rrim këtu? Edhe na futën në disa kontenere plerash, e ke iden ata kontenerat që janë rresht edhe që mbajnë ato mbeturinat e mëdha, po që kishte 2 krevat, një dollap hekuri. Edhe bajat ishin të përbashkëta. Ndërkohë ti vazhdoje shtatzan para lindjes, po prisje plasin ujrat. Po, ishte domethënë para lindjes, ishte domethënë ishim me arab, ishin shumë njerëz, domethënë që javën e parë që hyra aty, i thash atyre që unë di anglisht dhe mund të ndihmoj njerëz, se doja që të deportoja, doja që unë ta gjeja veten diku, të mundesha që
të funksiononte kjo gjë. Se unë dija që Shqipëria ishte një vend i sigurt të origjine dhe e dija që nuk do kishte një funksion, nuk do kishte një vazhdim kjo gjëja. E dija që do vinte një negativ, e dija që do vinte një përgjigje negative, do thoshën shiko se ti nuk je për këtu. Edhe në kohën që derisa të vinte ajo gjëja, unë doja që të lëvizja dhe të deportoja diku që mund të gjeja një zgjidhje. Edhe që gjithë ditëve të mos e në vazhdimin i kam përkthyer mira njerëzve. Unë vetëm vrapoja, por Gjermanët janë shumë racista dhe nuk i intereson nëse ti je i mirë. Në momentin që ligji nuk e pranon dhe nuk e aprovon atë që ti këtyre u ofron, këta janë shumë radikal. Edhe e thënë me zë të lartë, domethënë që ti nuk duhet rrish këtu. Edhe na sollën negativin, domethënë brenda 3 muajve që se lindi djali, neve domethënë ishim që duam aty në kamp akoma, se nuk na kishte ardhur transferimi. Se ligji ishte që vije në kamp dhe mbas kampit vinte një transferim në një qytet X. Edhe mua më erdhi më përpara më erdhi negativi dhe pastaj më erdhi transferimi. Dhe në momentin që erdhi negativi unë thash nuk do largohem se djali është shumë i vogël edhe dua që ti bëj vaksina se në Shqipëri nuk ka mundësi. Nuk kam as shtëpi as dhe për fat të keq apo të mirë ashtu ishte, nuk isha as shtëpi as ku as si as qysh, domethënë absolutisht as lloj mundësie. Dhe thosha kthimi në Shqipëri për mua do ishte e fundi. Dhe më tha, do ta bësh ikjen nga transferimi apo nga këtu? I thash jo, do ta bëj nga transferimi, thash se do të bëj djalin vaksinat. Dhe ne që s'kemi emigruar, ç'a janë këto transferimi, ç'a konsiston? Në momentin që ti vetë azilant, është një procedurë që vetë në një kamp përqendrimi, domethënë kamp që vjen të gjithë aty, mund të vjen 2000 veta, 3000 veta dhe jetojnë domethënë si në Babiloni, di si ta them, domethënë ajo periudha ku isha unë ishte fundi, që po vinin shumë njerëz dhe ishim gjithë bashkë. Domethënë imagjino sa këta vun kontenerat e plerave që sot unë i shoh në rrugë dhe më dridhet mishe, unë kam fjetur në atë kontener. Po normal i rregulluar me 2 krevat, me një dritare, edhe me një si thash me një kështu pa frigorifer, pa asgjë. Hanim kështu konserva, ushqime të kampit. Por vete në dyqan, në market dhe shikoj bukën, më thënë them o zot. Më kujton të gjitha të historikun e muajve që kalova atje. Transferimi është që ti në momentin që vjen në një kamp, nuk rri aty, se aty është vetëm dera e parë, aty është vetëm procesi i fillimit. Dhe mbas atij procesi ti do të presësh që në vende të caktuara, sepse këta kanë banesa sociale. Banesa sociale janë për azilantë që vinë nga vendet e luftës, si Siria, si Libia, Kazakistani, jo për ne. Po për fatin e keq në atë periudhë domethënë ishin atë ovala e madhe që erdhën të gjithë, edhe pastaj ata u detyruan ta merrnin rastin në dorë dhe pastaj thoshin ti nuk je për këto. Atë kur vajte me transferim atje isha pak me e qetë, thosha, okej, një hapen mora, fëmijët po bëjnë ato vaksinat, ato të ndryshmet, edhe ato lekët që merja nga sociali nuk e harxoja, i mblidhja, ishin 415 euro, nuk e harroj, edhe vija merja bukë në këto, janë këto ushqimet e mbledhura nga marketet, nga furrat e bukës, që janë kështu të ngelura dhe janë të ftofta, edhe të me datë skadence, që kishte kaluar data. Edhe për 5 muaj rresht unë kam ngrënë vetëm ushqimet e skaduara. Me idenë që të mblidha ndonjë lek që kur shkoja në Shqipëri një ditë derisa të prisja diçka më mirë, të kisha një lek. Nuk më kishin thënë asgjë, nuk më kishin dhënë asnjë lajmërim që shiko se ti duhet të bësh, domethënë të bësh një veprim apo një, ku di unë. Edhe ne jofëm rastësisht një çift shqiptar. Burrë grua ishin të moshës 50 vjeç, pak a shumë. Edhe ato na premtuan edhe na thonë që do të na ndihmonin. Po unë gjithmonë i prisja, i bëja dreg dark, me ato domethënë gjërat e skaduara, i mikprisja në shtëpinë time dhe ata më deshin shumë. Me lekët që unë mblidhja, hiqa më njani, blija këtij burrit gjithmonë birra. Se ai kishte shumë qejf. Edhe i ka ngelur në mendje dhe thoshte si ka mundësi, ti mua më respekton kaq shumë. Unë ty do të marr në Gjermani dhe pik. Dhe për mua premtimet janë shenjta dhe ai njeri e mbajti premtimin dhe unë jam këtu ku jam sot. Mos ishin ata njerëz, unë nuk mendoj që do kisha ardhur dot në Gjermani më. Edhe të ishe dhe ti si u sollëm ata njerëz. Vazhdoj ende të sillem sepse mirënjohja është gold, është e artë dhe ti jesh njëri i mirë sot është e ka çmimin shumë të lartë. Deportimi njerëz si ishte si proces, e përshkruan dot? Po. Në frikshëm. Tu doja të ndalesh, tani neve këta çifti na bën një kontratë pune për bashkëshortin. Dhe në momentin që ne dorëzojmë kontratën e punës në Auslandsbehörde quhet në gjermanisht, në zyrën e emigrantëve, ata të nesërmen neve
na thanë, domethënë aty nuk lejohet, jeni azilant, të nesër me kërcet deri që në orën 6:30 në mëngjes. Ishin 8 policë. Unë, domethënë atë ditë kam vdekur dhe jam gjallur prapë. Dhe tha, keni vetëm gjysmore kofa që të bëni gati sepse tha, është apshibun quhet deportim në Shqipëri. Domethënë aty mendoj që mund të ketë pushuar zemra, mund të ketë bërë vdekje klinike po në këmbë. Ishim në gjumë, domethënë ishte tmerr. Domethënë mendosh të jesh në gjumë. Domethënë rrobat ngelen komplet të hapura, gjërat nuk i morëm dot, gjysmat i lam, gjysmat i morëm, një tmerr i vërtet. Edhe vetëm i kam marrë këta njerëzit në telefon, sepse të lutem të shko te shtëpia. Një pyetje, ti kishe ikur nga kampi dhe jetoje në një shtëpi kur erdhi policia? Jetonim në një shtëpi, në një shtëpi sociale, nga koha që ishim që ikëm nga kampi. Dhe në këtë shtëpi sociale, domethënë jetonim edhe me një grua tjetër. Banjën e kishim të përbashkët, kuzhinën e përbashkët. Po gjithsesi unë e lumtur, isha në Gjermani, për mua Gjermania ishte ëndër amerikane. Dhe nuk më interesonte as vuajta, as sakrifica, as gjë. Edhe me 2 kalamajt e vegjël, ndërkohë ata vinë orën 6 të mëngjesit. Edhe thonë do ikni në Shqipëri, domethënë për mua ishte fatale, po them mund të kem pësuar vdekje klinike dhe se kam marrë vesh. Aq shumë fillova me të qarë, jo të qarë kështu, po me ngashëri, me shpirt. Kur qanë njeriu dhe ai që më thoshte nuk, domethënë të lutem bëu gati se jemi me vonesë, sepse këta kishin përgatuar avionin dhe të gjitha. Domethënë brenda 24 orëve që ne dorëzuam kontratën, ata kishin përgatitur çdo gjë në kohë rekord. Domethënë ti kishe gjysmë ore kohë që të ikje nga shtëpia me gjithë plaçka, me çdo gjë. Nuk e di domethënë çfarë kam bërë, vetëm që e gjej veten në një fugon policie me 8 policë. Edhe pastaj vajtëm aty në aeroport, edhe hipëm në avion. Domethënë në avion nuk na hipën në hallin që i hipin njerëzit normal, por na hipën na çuan në një anë të fshehtë, domethënë si tip aty ku rrin kriminalat, ku deportojnë këta kriminalat që janë me drogë, për prostitucion apo për vrasje. Aty domethënë ndjeva që vërtet isha njëri i dështuar. Thash o Zot, çka kam bërë? Kam bërë vetëm mirë, pse duhet i përjetoj këtë gjëra? Fëmijët që më shikonin, djali 8 muajsh që i qetë, se shoqyr Zoti ishte fëmijë i qetë. Kur hipëm në avion, ishin 200 policë dhe 100 njerëz. Jam kurioze, si ishte ai udhim? Si ishin të tërë kështu turivarur, të mërzitur? Domethënë të gjithë ishin shtil kur tha Gjermani. Domethënë heshtje e smur. Domethënë heshtje varri me plot gojen. Kur kam mbritur në aeroportin e Tiranës, domethënë nuk orientosha dot ku isha, a vërtet më kishin sjellë në Shqipëri, a isha në ëndër, a isha në realitet, a do ngrihesha dot të nesërmen në mëngjes, a do ekzistoja dot më. Po në atë muaj, në fakt muajin tjetër, martoi ish Kunati, edhe ajo gjëja mua më solli shumë gëzim, sepse isha njëri që nuk, domethënë zorin tim apo sikletin tim nuk kam adoptuar kurrë të tjerëve. Atë gjitha lekët që kisha mbledhur ja dhash familjes bashortit për tasmin e Kunatit. Se kuptova këto, se lexova edhe te historia. Pse ja dhe gjithë lekët Kunatës për dasmën? Kunatit, sepse këta s'kishin. Domethënë edhe unë nuk i kisha përjetuar gjërat mirë në martesën time, e kishte bërë vetëm familja ime, ata shumë pak njerëz e bëm si me zor. E të tjerë, domethënë se ato janë histori që kanë kaluar. Jo, e kuptoj, po nga që ti ishe edhe vetë në një gjendje të mirë ekonomike, kishte 2 fëmijë të vegjël dhe prandaj nuk po bëri sens kjo që plus që Kunati ka qenë ai që i bëri borxhet kur u lidha djalin. Domethënë isha unë prap ajo që mirësia më mposhti, isha unë ajo që thosha, okay, se bëhet mirë, okay, se hajde se do t'ja dalim. Familja gjithmonë i zgjidh gjërat. Një për të gjithë për një. E shijuam atë dasmën, ishte një javë shumë intensive, dhe pas dasmës, domethënë është ajo që mbeta mes 4 rrugëve. Nuk di as ç'a të bëja, si do t'i bëja gjërat. Fillova të punoj edukatore në një kopsht. Pronarja ishte një njeri i zi me plot gojen, që kishte milionat, kishte aq shumë fëmijë. Aty në atë kopsht dhe ma mori shpirtin. Unë isha njeri që s'ka kur jo. Dhe po nuk gjendesha një herë, do gjykohesha deri në kock. Pjesa e dështimit tim ishte edhe puna që unë po bëja. Nuk po gjeje veten, sa ndeje në Shqipëri ti? 3 vjet. Rrafsh 3 vjet domethënë të plota. Kok më kok. Ke punuar dhe në call center? Aty ishte prapë edhe një tjetër gozhd, domethënë një tjetër situatë e vështirë. Pra ti në çdo moment do të kthesh në Gjermani, në çdo moment.
Ti ke nga Shqipëria. Ëndra ime ishte domethënë që unë tikja nga Shqipëria. Domethënë e dashuroja atë gjën. Edhe ishte ai cili me këtë kur e manifeston një gjë dhe thua, kjo do ndodhte. Unë e dija që do ndodhte. E kisha në kokë, e kisha në zemër, e kisha në ato qëllimet e mia. Unë domethënë pa u nisur nga Gjermania, thosha unë do ta marr pasaportën në Gjermani. Dhe e mora për kohë rekord. Dhe të ndihmoi çifti shqiptar që të shkonit prap. Thua na bën 2 kontrata. Të veçanta. Për fatin tim të mirë ishin të dyja kontrata të veçanta që ai iku për Terezit vet, unë ka për Terezin time. Ai kush është? Ai kush është? Burri. Bashorti. Ai që nga ish burri ai atëre. Po. Për momentin. Të vazhdo tjetë, edhe në momentin vazhdim. Ai, kur thuhet, ai ashtu gjithmonë o në krizë o ikur. Shumë kanë përjetuar sa nuk më nxegoja të them tani është bashkëshorti. Më fal, në këtë vajtje ardhje ngjecje në kamp, ai si sillej? Se e kuptuam që ai luante bixhos, po këtë pjesë si e përjetoi? Ishte ai njeriu që çdo gjë dhe bardhën e bën zezë, domethënë ishte pa motivim, jo po kështu, jo pa ja neve pa fat, kështu, ja ata njerëzit që domethënë çdo gjë ja vën fajin atij tjetrit, ja si jemi neve për këto punë, po thashun për çfarë erdhëm neve. Kuptoj. Jo, kombinimi mirë me aq sa po dëgjoj unë nga ty me energjinë tënde është kombinim toksik fare. I frikshëm, se unë isha gjithkohës aktive, domethënë unë jam tani, mendoja pas 10 vete që do ndodhte, unë kisha qëllimin që kur isha në Shqipëri, që thosha nëse një ditë do vete në Gjermani, do shkel në Gjermani, do punoj në Gjermani, do marr pasaportën gjermane. Qëllimi im nuk ishte vetëm të vija në Gjermani, qëllimi ishte të jetoja në Gjermani, të bëja një biznes në Gjermani, dhe i bëra të gjitha. Po çush i bëra çështja? Si ishte rruga deri aty? Është e frikshme. Ti ke shkuar me 17 euro, u riktheve në Gjermani në 2018 me 17 euro. 17 euro. Po pse kaq pak? Sepse nuk kishim biletat, i morën borxh të daja ish bashortit. Tani ti Nina u ktheve në Gjermani me 17 euro, po me qëllimin e qartë që do rri atje, do pasaportizoheshe, do ndërtoje jetën aty. Fëmijët i le ish vjerës për 7 muaj. Mbajti të dy. Për 7 muaj. Nuk i kemi parë, ka qenë qeshor korrik që i ka, i gush që i ka unë, dhe fëmijët kanë ardhur për herë të parë në Gjermani 2 javë vetëm në dhjetor, dhe pastaj kanë ikur përsëri dhe kanë ardhur me letra në qeshor. Dhe ti pastaj fillove nga punë të rëndomta në Gjermani. Unë kam qenë gjithmonë një njeri që kam lexuar, jam njeri që kam lexuar jashtëzakonisht, për shumë gjë të huaja, kisha ëndra të mëdha, edhe nuk më interesonte. Për mua sakrifica për të arritur atë gjën që ti do, nuk ka rëndësi se ç'a bën. Rëndësi ka që ti të bësh një punë të ndershme, rëndësi ka që ta arrish atë gjën me ndërgjegjje të pastër, dhe unë e arrita me ndërgjegjje. Pastroja, vrapoja, punoja kamariere, banakjere, çdo lloj punësh të mundshme. Pastaj kur erdhën fëmijët, më desh disa muaj domethënë që të shkëputesha jo nga puna, por nga puna tek ai vendi ku bëm kontratën. Pastaj punoja pothuajse natën, domethënë që në orën 3 të mëngjesit deri në 8 punoja pastruese, mësoja deri në 3 të mëngjesit për patentën gjermane, në kohën që isha në ato punë pak orëshe, mora patentën gjermane, pastaj mora atë provimin e gjuhës, provimin e historisë gjermane që më duheshin për të marr pasaportën kur të vinte momenti. Pasaportën si e mora? Pasaportën e mora që nuk mora social në asnjë ditë të mundshme, domethënë isha 5 vjet të plota që vetëm punoja, do të kesh 60 muaj punë në Gjermani të rregullta dhe unë kisha këto 60 muaj. Edhe isha një ndër familjet e para në Bayern që morëm pasaportën gjermane dhe 2 nënshtetësit në vitin 2024, bie 23. Ndërkohë që bëje këtë, ndërkohë që punoje, ndërkohë që rrisje veten, investoje, kalamajt, patë edhe krizën e bashkëshortit dhe u ndave dhe me të mbas 4 vjetësh në Gjermani. Po. Domethënë neve kemi tani aktualisht kemi 8 vjet, ama marrëdhënia filloi të shkëputej dhe të thyej që në vitin e dytë. Në vitin e dytë ishte një ftohtësia, mënyra e sjelljes, bixhozi ishte i vazhdueshëm, ajo ishte një gjë që ai vetëm e manipulonte. Jetova në një shtëpi 4 vjet të ndarë.
nuk jetonim në të njëjtin krevat, nuk flinim, nuk kishim marrëdhënie intime, kishte ato mënyrat e veta të qarravitjes, domethënë, po që unë mundesha gjithmonë të lutem, mos i dëmtojmë fëmijët, hajde se do bëhet më mirë, po jo midis ne të dyve. Kurioz jam, si është jetosh me burin e ndarë në një shtëpi? Është të mërshme, në është gjë më të mërshme që ti mund t'i bësh jetës tënde, në nuk e fal vete që e kam bëhen fëmijëve të mi atë periudhë. Sepse djali i vogël nuk e mori, nuk arriti ta përthiste këtë gjë. Ndërsa i madhi ka përjetuar gjëra që se ky bënte sikur pinte, se nuk pinte kurrë. Edhe shtri në vask si gjyna, bënte veprime domethënë të shëmtuara, qante, domethënë rrinte i trishtuar, që shiko çam ke bër, më shkatrove si njëri, mos të martohem kurrë më, ti je dashuri jetës time, sa i ku nga shtëpia të nesër me javës tjetër. Nadzori, marrëdhënien e dashurisë, të përjetshme, dashurinë e vërtet, domethënë ishte shumë e zhëmtuar. Pse unë sa tipike është kjo, Jona, nuk e di se meshkujt është direkt. I është shëmtuar. Ore një javë. Edhe sikur fema të tradhojnë, prapë meshkujt e gjej më herët. Nina, po tani si je ti? Bëj të gjitha gjërat. Tani jam prapë në një rënje të frikshme. Sa? Është edhe një histori tjetër. Tani kur në momentin që unë vendosa të ndryshoja qytet, se pata një debat shumë të frikshëm me partneren e tij të re, domethënë tentoi të më çullonte, tentoi të më shamte, të më ofendonte, vajtëm polici, domethënë u bë një gjë shumë e shëmtuar, unë vendosa dhe thash, nuk do qëndrosh më në asnjë sekond këtu dhe do ikësh. Dhe në momentin e ikjes kam fjetur 1 muaj në makinë, gjeta një punë këtu te qyteti ku jetoj. Si më fal, ke fjetur në makinë me kalamajt? Jo, fëmijët jashtë me prindit e mi te qyteti ku isha më përpara. Edhe kam fjetur në makinë te qyteti i ri vetëm, derisa gjeta një shtëpi, e gjeta shqyr zotit brenda muajit. Harxova shumë, punoja nga 12-13 orë, 14 orë në ditë, mblodha lek shqyr. Dhe në momentin që mblodha lek, më erdhi një ide krisur dhe e çmendur që të hapja një biznes. Dola prapë në zero. Më pëlqen shumë kjo Nina, më pëlqen shumë, nuk e di, po e shijoj shumë historinë tënde. Ka dalë komplet, ne kishim për trauma, kaluam në një shtëpi që digjej, i gjithë historia jote është, në fakt ka lidhje edhe me këtë, po ta shohësh se si ajo lundron në për ngjarje të mëdha, se si ka përcem prapë. Po nuk e di, aventur, filmje. Personalitet elektrik. Po, shi si flet, ajo më mori me vete. Unë mendova se ishte milionere tash. Ai ishte duke fjet makinë dhe i erdhi një ide. Edhe shi sa me lumtur e thot, po. Po, edhe domethënë vajta në zero, ishte investova 50.000 euro. Ku i gjete 50.000 euro? Gjatë 3 viteve të fundit, domethënë që ai nuk ishte më aty, unë fillova të mblidha lek. Shiko, pas ka gjetë sa lek. Punoja në pastrim, punoja në zyrë, punoja në kamariere. Edhe u bëra bashkë me një person, partnership quhet në Gjermani, domethënë një person vetëm që është investitor. Edhe ishte bashkë investitor, edhe hapëm një gjë gjigande, nuk është se po funksionon, wow, por unë kam besimin edhe që do të bëhet një ditë dhe kam filluar një tjetër ide tani, një tjetër gjë shumë bukur, edhe do të avë në jetë në 8 orë ose në 9 orë. Edhe nuk kam, tani për momentin kam vetëm 300 euro në bankë. Nina, çike tipi im, do rrim bashk. Mos më pyet se si do t'ja dalë. Ashtu jam do t'ja dalësh, do të telefonoj. Nuk ka shanse, nuk ka se do t'ja dalësh. Ti pas ke hequr një argjim një herë të frikshëm që unë e quaj, unë sa herë që hedh lek në investime kështu them, të faktë nuk luaj bixhoz. Ja më mirë se ato justifikoj veten. Unë mendoj që domethënë njeriu kur ka gjërat mall dhe kur ka investim, ti më shumë je i humbur kur nuk provon se sa kur provon dhe dështon. Se ti gjë je i dështuar kur nuk provon. Por rruga se kupton me biznesin që do edhe një çik, do një studim tregu. Ai nxitimi është i bukur joti dhe imi, po aty në mes do dhe pak me parë. Jo, gjëja është kështu që unë jam njëri që besoj te intuita ime dhe besoj tek ajo gjëja që shiko, kjo gjëja do bëhet, ka kohën e vet, ka mënyrën e vet, ka mundësinë e vet, apo do bëhet. Dhe në momentin që unë ja vë cil vetes, do të thënë qëllim të Gjermani, që ja vë gishtin atje, ai gishti do vi një ditë. Se sa do t'jetë kostoja për të arritur tek ai pika, unë nuk e di dhe s'm ka interesuar asnjëherë si ka që unë do ta arrij. Nina, është e çuditshme se gjithë historia jote ka shumë lidhje me lekët. Jo ngelen pa lek, s'kishim lek, buri harxhonte lek, hanim ushqim konservash, s'kishim lek.
pastaj atje na morën, erdhëm, s'po punoja dot, çfarë lekësh kisha i lashte dasma kunat e tjerë, dhe ti gjithë kohës je shumë e pasur valla. Më vjen një ide që je shumë e pasur, se je gjithkohës e lumtur, edhe ato lekët që kishe jo dasma, jo azili isha prapë e lumtur, jo mora të shtëpinë dhe isha shumë e qetë. Këtë më thot kujtimet e tua, dua të pyes Jonën për këtë, se shumë e rëndësishme. Nina që nga të shembuj që, mund të heqë pjesën, se ka njerëz që argumentojnë për pjesën e parave, është tjetër gjë ajo, pastaj është financë. Po Nina, hyn tek ato njerëz që un kam shumë qejf ta kem si shembull, nëse unë do bëja ndonjë konferencë, ndonjëherë apo libër, e kam e vërtet, sepse e para që është shqiptare, domethënë që njerëz vendasit e mi, dhe dyta që ka eksperienca të tilla ku ti mund të prekësh fundin dhe mënyra se si ajo ruan në memorinë e vet pjesën pozitive, domethënë atë e thot, është besoj që kjo është ilaç shumë i mirë. Dhe harrova të thosha edhe diçka shumë të rëndësishme, që gjatë kohës së këtyre viteve në Gjermani kam pasur panik atake të mërshme. Dhe mas do panik ataku, isha kam një histori, e qeshur dhe filloja një gjë tjetër. Po, se diçka të është regjistruar ty, në mes të gëzimit është ajo pjesa tjetër e këtyre dramave që ti pastaj si rrëfen edhe se si ke parë gjë. Më pëlqen se ke edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme, që është shumë e rëndësishme kjo në fakt. Besoj në jetë ke një fokus. Fokusi yt ishte Gjermania. E kishe si fokus. Është orientuar ndaj qëllimit. Po, është i orientuar edhe kjo është shumë e rëndësishme për çdo njeri që do t'ja dalë në jetë. Jona, se e filluam tema ishte deportimi. Po. Po nuk kishte vetëm ai moment, ai ka përballje shumë të forta gjatë gjithë jetës vet. Por është ai pjesë që ka shumë. Nuk e di nëse gaboj, po momentet e atakut paniku që përshkruan janë momente kur ajo ka qenë pak në kontakt me ndonjë moment kur fillon të reflektonte çapo kalon, se shikoj që është gjithkohës në veprim dhe nuk është një moment reflektimi çapo ndodh me jetën time. Është shumë orientuar ndaj qëllimit që po thoni, po edhe me një impuls. Është njëri që vepron me shumë impuls të fortë. Pra nuk i bën përshtypje dëmi që mund të ndodhë, e mjaftueshme është që unë po shkoj të kap atë që kam në mendjen time. Arrit apo jo pastaj dhe çfarë del përpara nuk ka rëndësi. Është çështje tjetër. Por është një disonancë, një lloj shkëputje mes momentit çapo përjetojmë, çapo ndodh rreth nesh. Ka diçka që nuk shkon, ndoshta duhet të bërë ndryshe. Nuk e di nëse ti ke pasur një kontakt të tillë me veten tënde, ndonjë moment apo nuk e lejon fare. Jo, unë nuk është kjo. Mendoj që në momentin që kisha shpërthimet e panik atakut, ishte që nuk merja dot vendime. Mua fakti që nuk kam marrë dot vendime radikale dhe më ka ardhur më shumë keq për të tjerët se për veten, ka qenë që unë kam arritur të dëmtoj veten në përballje me të tjerët. Dhe kjo ishte ajo një moment reflektimi. që po në momentin që mora atë valizën e vogël dhe futa në makinë dhe fita 28 ditë në makinë, çdo natë ka bërë qiqin me plot gojen, dhe më thënë aq e tmerrshme ka qenë, aty i thash vetes, nuk do të t'interesoj më se çfarë thonë të tjerët. Nuk do t'interesoj më nëse të tjerët flasin për ty, nëse të tjerët thonë që ty ta ka bërë dikush, sepse njerëzit filluan gjithë fare historiash, vetëm unë e di sa 20 orë në ditë kam punuar. Vetëm unë e di që fëmijët e mi kanë sakrifikuar shumë për mua dhe unë për ata. Vetëm unë e di se sa orë të gjata dhe se sa dhimbje kam kaluar këtë vit për të arritur këtu ku jam sot. Sepse jeta nuk është, ajo lumturia nuk është destinacion, ajo është vetëm rruga që ti bën për të kaluar destinacionin. Dhe unë këtë gjë e kuptova shumë vonë. Dhe në momentin që ti zgjedh atë trenin e gabuar, bileta kthimit është shumë më e shtrenjtë sa ajo bileta e avajtjes. Po, Nina, dua të kuptoj, ti ke qenë gjithmonë kështu apo të ka bërë kjo periudhë jetës tënde 8 vjeçare? Jo, unë kam qenë gjithmonë kështu. Unë kam qenë që në momentin e parë, unë kam qenë ai fëmia që kam tentuar gjithmonë veten për emisione, unë kam qenë ai fëmia që kam dashur të dal e para, kam qenë merresha me aktivitetet e shkollës, kam qenë gjithmonë në lëvizje, kam qenë gjithmonë aktive, kam qenë kur prindërit mi kanë pasur një biznes në qytetin ku kam jetuar, ku kam lindur. Unë veja aty me 7 vjeç dhe mblidhja pjatat edhe mblidhja gotat edhe mblidhja picetat. E kisha punën e gjak, thosha nuk rria dot. Edhe besoj se trauma filloi që në vogëli kur familja ime u detyrua për shkak të 1000 arsyeve që ta shiste biznes, unë me moshën 8 vjeçare, 9 vjeçare, domethënë më vrau ajo gjëja, nuk doja sepse e doja, e dashuroja atë gjë. Dhe në ëndrat e mia më të frikshme, më të pamundura, është që babai im një herë në jetë të shohej atë lokal
që ka humbur në jetën e vet, që la veten për atë lokal, ta shoh një ditë të përjetësuar në jetën time dhe ta presja ai shëritën, të jetë gjallë që ta gëzoj atë gjë. Po të orienton kjo gjë tani? Pra gjithë puna që po bën atje? Gjithmonë më ka orientuar kjo gjë. Ato, do të thonë, kjo ka qenë ajo ëndra ime më e pamundur, më e frikshme në jetë. Që thosha, nëse unë arrit këtë gjë, domethënë mund të kem arritur qëllimin më të madh në jetë. Edhe po të vdes nesër, domethënë nuk më intereson. Sepse ajo ka qenë ajo gjëja që neve na identifikoi si familje, si njerëz. Babi punonte aty 24 orë, domethënë i ra trompoz në kokë, ka kaluar 3 paraliza për atë vend, për atë lokal, për atë biznes. Edhe për dikë tjetër ndoshta është diçka pa lidhje ose i duket shumë e parantishme, për mua është ai qëllimi për të cilën them vazhdoj, po jetoj. A është dëshira jote që ti të arrish atë ëndër, apo është dëshira babit tënd që është brendësuar tek ty? Jo. Që në vogëli un kam ndjekur atë mbrapa. Domethënë ai shkonte te punëtorët në kantierin ndërtimit, u shkoja mbrapa, se ne ndërtuam atë lokalin, atë gjën e ndërtuam nga rrënjët, nga gurët, nga themelet, nuk e morëm gati. Dhe unë kam në jetën time, se në atë të kaluarën time në sytë e mi e kam atë procesin se si u vun gurët në atë vend. Por me sa kuptoj, nga humbja në humbje që ka kaluar jeta jote deri më sot, ti nuk është se ke bërë ndalim të kuptosh, të reflektosh për humbjen. Ti thjesht e kaluar tek procesi i radhës, tek qëllimi i radhës, se ka zëvendësuar diçka tjetër, gjithmonë diçka. Dhe këtu dua që ti të reflektosh tashmë, a po i bën një lloj shmangje dhimbjes, apo është mënyra jote që funksionon dhe ti e di, je vetëdijshme që është kjo, por vendos me ndërgjegje që të kalosh te një qëllim tjetër. Pra nuk e lejon veten tënde të ndjesh dhimbjen e humbjes. Jo, në fakt kam qenë gjithmonë kështu, nuk e kam lejuar veten të bie në atë pjesën, le të themi, të depresionit ose të pamundësisë. Kaq ishte. Për mua nuk ka kaq ishte. Nuk ka pasur kurrë. Domethënë, gjithmonë kam gjetur një zgjidhje tjetër, një mënyrë tjetër, një mundësi tjetër. E kam kërkuar, mua asgjë nuk më ka ardhur vetë. Domethënë, absolutisht nuk mendoj që jeta është fat, që vijnë gjërat nga qielli. Unë mendoj që është një luftë e vazhdueshme, sepse asnjë nuk është rehat. Ama tani në krahasim me më përpara kam filluar të pranoj gjërat, që shiko, kjo gjëja e ka cakun ose e ka kapacitetin dhe aftësinë deri këtu, tani ose do ta pranosh të gjën dhe do qëndrosh këtu ku je, ose do krijosh në mendjen tënde, në botën tënde qëllimin e radhës, edhe si do ta realizosh të qëllim. Ke një mënyrë tënde dhe nuk do të ndërhyj as pak të ndryshoj atë strukturë që ka funksionuar dhe ti ke gjetur edhe benefite edhe përfitime për saj, por nëse ti do shikoje patjetër të nevojshme me kalimin e kohës të kesh edhe mini stop mes këtyre proceseve që ti kalon, sepse sapo përmendëm më herët që ndihesh edhe në një moment ku pak zhgënjys dhe dëshpërues që nuk u arrit ajo që kishe menduar në këtë moment. Dhe ky moment, dëshpërimi, ndonjëherë mund të vijë dhe i fortë, pra mund të zgjasë dhe një periudhë dhe persona që kanë orientimin drejt qëllimit, drejt rezultatit, mund ta përjetojnë pak më shumë se të tjerët, që janë mësuar ndoshta me këto mini stopet e vogla, pra me lejimin e përjetimit të dhimbjes. Ke një natyrë shumë energjike, shumë impulse dhe të drejton veprimi. Pastaj vjen reflektimi te këty. Dhe kur vjen momenti i reflektimit, ndonjëherë nuk duhet i largohesh gjithmonë. Kam gjërat për të më përmirësuar, po, tepër, jashtëzakonisht. Ama tani mënyra se si unë menaxhoj stresin, mënyra se si unë menaxhoj dështimin, mënyra se si unë menaxhoj zhgënjimin, është shumë më e fortë, është shumë më estetike, le të themi, në rregull, siç ka qenë më përpara. Tani nuk heq dorë nga përgjegjësitë e mia, nuk heq dorë nga ato detyrat e mia. Se më përpara kputesha komplet, më thënë rrëzohesha në shumë mënyra, qaja, tërhiqesha nga çdo gjë. Tani them, do qash 5 minuta, do ta kapësh, do ta marrësh një kafe dhe do ecësh përpara. E nesërmja është e re dhe do sjellë diçka të re. Vura re po ashtu që nuk e toleron shumë viktimizimin. Sa po do të thoja edhe unë. Për viktimizimi nuk e lejoj dot vetes. Më përpara kam qenë goxha më e trishtuar, domethënë përjetoja gjërat shumë se kaq, rrëzohesha moralisht, psikologjikisht, domethënë shpirtërisht në një mënyrë
merja makinën, bëja veprime të pa kontrolluara, qaja në makinë duke më thënë timon. Dhe ti harron që duke bërë një veprim të tillë mund të jetë fatale dhe harron që përgjithësitë që ti ke mbrapa janë shumë të rëndësishme. Njerëzit presin nga ty, fëmijët, prindit, familja, je rëndësishme për dikë. Dhe nuk mund të lejosh në kurrësi që një situatë e caktuar e jetës të rrëzojë në një veprim të gabuar që mund të ketë pasojë fatale dhe ti nuk e kthen dot më mbrapa. Kjo është ana e errët e personalitetit që ka Nina. Nga veprimet impulse, edhe pse mund të arrijnë, janë njerëz që arrijnë shumë, po sidoqoftë edhe përballen me këto situatat ku janë të dëmshmit e vetes, sepse mund të marrin ndonjëherë dhe iniciativa për të bërë gjëra, për të përballuar stresin, gjenë si mekanizma përballues, po ashtu gjëra që janë të impulse dhe të shpejta. Gjithsesi, fokusi që ka për të bërë gjëra, i tempo që ka, besoj që e ndihmon shumë. Unë thash Nina, ne ndajmë shumë gjëra bashkë në mënyrë se si funksionojmë. Por do të jepja vetëm një këshill se tashi është koha, vazhdo, domethënë drejt atyre planeve tua, po ndoshta do duhet edhe pak vite për ta kuptuar që edhe vulnerabiliteti është okay. Është okay dhe të rish edhe mos kesh frikë edhe nga momenti i dëshpëruar, mos kesh frikë edhe nga lodhja, mos ta gjykosh shumë dhe mos ta lodhësh shumë kokën që unë s'duhet, janë këto mendimet që mua më vin pak më pak se sa më vinin dikur që jepi forca, s'du ta marr vesh njëri, duhet ta shohë gjithë fort, jam e fort për të, jam e fort për këtë. Nuk është ndonjë mburrje e madhe me qenë, se dhe kjo forca ka një çik hipokrizia atje, dhe vërtet jemi të fort, por që ataku panik pasaj që ke në darkë, ato netët pa gjumë, ato lodhjet janë të gjitha sinjale që duhet që edhe ta vlerësosh të gjë, sepse trupi të jep sinjale dhe duhet t'i vlerësosh. Është një mekanizëm mbrojtës ky optimizmi, dëshira, planet, fokusi, shumë i mirë për të ecur në jetë dhe unë jam shumë pro dhe besoj që edhe Jona po pohon. Në fund të ditës edhe këto trauma, nëse ndoshta mund të jetë pak e lindur, ajo tha që e kam të lindur, e kam që të vogël, është një fat i madh ta kesh këtë dhe unë siç e thash në fillim të emisionit, të doja shumë që gocat e mia, nëse marrin diçka dhe nëse kanë diçka, të kenë forcën për të më këmbur. Ajo është shumë e rëndësishme sepse jeta na përball me shumë gjëra të papritura dhe rimëkëmbja dhe optimizmi në rimëkëmbje. Mënyra se si ti e sheh botën, ashtu siç e sheh ti, që e sheh gjithë gjëra, ajo është shumë e rëndësishme sepse ajo të mban gjatë në jetë. Ti ke kaluar goxha dhe unë të thash, nëse do bëhet një konferencë, nëse ti do lejoje të vije diku në një konferencë timen, më pëlqen shumë sepse do vjen me shumë kënaqësi. Libri ajo unë jam fansi ajotja që në ato komentet e tua, në ato intervistat, në ato pyetje përgjigje në Anabel, o zot, domethënë të kam ndjekur, më duket sikur jeni rritur bardhë, në një farë mënyrë po, sepse pak a shumë. Ja, kemi marrë energjinë e njëra tjetrës. Të vogël vitet. Është vërtet, edhe të ndjek me shumë kënaqësi. Ja, absolutisht unë jam shumë krenare për gjithë ndjekësit e mia, unë besoj që. Do të them një fakt të vogël, më fal. Unë nuk lexoj asnjë lloj artikulli që ekziston, vetëm çfarë shkruan ti, jo për të mburrur, jo për të bërë këtë, se unë e urrej këtë falsitetin në sy që ti je më mira. Jo, ka momente që edhe nuk do të pëlqejnë ato që thua, fare zero, ndonjëherë më dukesh edhe shumë snobe, por në 80% të rasteve për mua je shumë shembull. Por në atë 20% që ka raste që se ja futi kot. Për mendimin tim. Probabiliteti që ti e drejt 100% është vetëm ai në qiell me rrethin në kokë. Jezu Krishti, se të tjerët do ja fusin dhe kokë. Sa po ja thash dikujt dje, po flisja me një ndjekës, jam shumë krenare për gjithë ndjekësit që kem. Unë jam realisht pa modesti them që kam goca gra, kam folur me gra të jashtëzakonshme Jona gjithë jetës sime. Unë nuk e di se çfarë janë shumë gjëra që diskutojnë tematika për drejtat e grave, sepse unë kam taku gratë më të forta, më bisha, më të jashtëzakonshme, që janë jashtë si më këmbur veten edhe synimet, deri gra që kam që janë pedagoge në Ivy League School së botës, në NASA punojnë, inxhiniere, janë në laboratore duke bërë zbulimet e shekullit. I kam të gjitha ndjekëse dhe janë të jashtëzakonshme, kështu që më pëlqen shumë sepse nga një anë marr fuqi prej tyre, nga ana tjetër dihem gjithmonë e vogël edhe bekëm në tokë, sepse ja urdhro, janë të tërë janë me leksione. Unë mendoj që është arritja e çdo njeriu, është të ndihet me këmbë në tokë dhe suksesshëm në botë. Domethënë unë kur e mendoj veten nga kam ardhur dhe ku jam tani ose çfarë kam arritur deri tani, se ndoshta tani për atë që unë jam ose për atë që unë mendoj jam zero,
Ama për çfarë kam arritur në periudhën e kohës që kam kaluar, them duhet t'jesh me shumë kam në tokë. Falenderoj sepse ishte një vëzhgim tjetër edhe pavarësisht se nuk u ndalëm në një trauma apo në një tjetër, e gjithë gjëja ishte shumë Ishte një leksion më vete. Një leksion më vete. Falenderoj shumë Nina. Natën edhe Faleminderit edhe juve, edhe do shihemi përsëri. Edhe sa më shumë suksese me bizneset dhe në familje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të përshëndes. Ishte ndoshta nga herët shumë të ralla në këtë program që isha po prisja diçka tjetër edhe kaluam në diçka tjetër, sepse kishte të ndarë siç kemi gjithmonë, specifike që kemi tema. Për çdo të diel edhe kjo tema ishte përballja me trauma të mëdha, po ndërkohë deportimi u bë një nga gjërat dhe kaloi shumë shpejt edhe ne e lam edhe unë dhe Jona e lam sepse është dhe mënyra e vet, nuk mund të ndryshojmë njerëzit apo të rrim në një gjë kur ajo ka gjetur një mekanizëm për të ikur dhe ky është një lloj tjetër. Ajo kështë shkuar të metafora, Fenikset, kështu që kur arrin atje do thotë që ke bërë procesin. Shiko se historia e parë është edhe 4 ditë, ajo mund të jetë Manjola mund të vi me një rrëfim të jashtëzakonshëm edhe ajo mbas 4 vjetëve. Do ishte një histori që duhet të ishte këtu, sepse janë ato momente ku ndoshta e nuk e dëgjon, e presësh në ato ditë e para nuk është se të dëgjon shumë. Por që ngeli më vonë. Brenda vetes vet. Po, që ngeli më vonë edhe pyetja e fundit që kam për ty para se ta mbyll. Meraku që kam unë te gocat e mia, kjo që kishte Nina, kjo është e lindur apo stërvitet? Forca e Feniksi për turim më këmbur, për ta marrë veten shpejt. Po kjo është një kombinimi ose martesa e disa cilësive që ndodh mes nesh. Pra disa janë prirje të lindura, ne i quajmë temperament në gjuhën e psikologjisë, të cilat lindin me ne. Dhe është një lloj energjie që ty të buron, domethënë nuk i jep dot drejtim tjetër përveç se ta çosh në një pikë. Ka njerëz që e çojnë drejt vetes, që janë ato tash të quajturit introvert, të mbyllur, pra shpenzojnë shumë kohë duke reflektuar, të tjerë që janë aty jashtë. Dhe këta që janë jashtë janë më të dukshëm edhe veprues, domethënë nuk ndalojnë. Dhe kjo është një nga gjërat që ata i ruan shumë nga harxhimi i tepërt në reflektim dhe ngrihen. Është në këtë rast e lindur. Por edhe pak e fituar, pra nxitur dhe nga gjërat e jashtme që i kanë ndodhur. Për të tjerë që duan ta zhvillojnë, mjafton që ta kenë në mendjen e tyre që duan ta zhvillojnë edhe këto situatat e vështira mund t'i japin mundësi vetes. Sepse se ka plot njerëz që shkojnë edhe nuk u ndodh prapë, është tamam për ta ndjesh procesin. Që e marrin mekanikisht, por nuk ja dalin dot, nuk ja dalin dot. Faleminderit. Ne kemi edhe 2 episode dhe mbarojmë për këtë sezon. Do kthehemi se unë s'kam besim te vetja, po që do kthehemi me ato planet e mia, si jam si Nina, duke rendur mbas ideve. Por javës tjetër jemi prapë dhe pastaj do diskutojmë, siç thot mami, prit një herë, mos u nxiton deri në fund. Kështu që shihemi javës tjetër. Ándale!